Je kapur 21 janar duke manipuluar provën. Në rregull, duke manipuluar, je kapur 21 janar. Çdo shantazh dhe presioni joti nuk më trembas, s'më ka trembur kur. As kur kam qenë adoleshent jo sot. Në rregull, nuk më duk dot mua si duke Remzi Hoxha. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot Sali. Si duke Remzi Hoxha. Gazetari Artan Hoxha ka depozituar sot në prokurorinë e posaçme kasetën origjinale me audioregjistrimin, ku sipas tij dëgohet qartë që vrasjet më 21 janar 2011 ka ndodhur me urdhër nga lart. Në një prononcim për media të jashtë ambienteve të SPAK, Hoxha tha se kaseta është një diktofon, ku dëgjohen qartësisht urdhrat që janë dhënë nga komandanti i gardës, para, gjatë dhe pas momentit kur ndodhen vrasjet. Ka qenë një deklarim i gjatë në lidhje me procedimin që ka hapur SPAK. Unë pata paraqitur një kaset, dhash edhe deklarimet për ngjarjet konkrete. Në vijim të atij deklarimi janë paraqitur sot. Kam dorëzuar kasetën origjinale. Është një kaset diktofoni. Edhe kaseta e parë nuk është ekspertuar akoma. Materiali që është dorëzuar sot është kaseta origjinale e regjistruar në audio, ku dëgjohen qartësisht urdhrat që janë dhënë nga komandanti i gardës, para, gjatë dhe pas momentit kur ndodhen vrasjet. Tashmë kemi një indicie që të çon drejt provës, u shpreh Hoxha. I pyetur për burimin e këtij materiali, ai deklaroi se duhet të mbrohet, pasi i ka bërë një shërbim të madh vendit dhe se ka ndryshuar komplet hetimin, pasi më parë vrasjet i cilësuan nga pakujdesia.